dje kemi qenë bashkë me Enion dhe me ministrën dhe me drejtorin e ri në një Zoom me Nvidia. Dhe Nvidia është e gatshme të bëhet partnere për diellën. Të bëhet partnere me ne Nvidia për diellën. Për çfarë është diella? Diella është një produkt i Enios, i Lindës dhe i të tjerëve këtu që punojnë me ta dhe që më falni se unë po njofta një qeros me qerosin lidhem edhe të tjerët nuk më bëjnë përshtypje. Është e pa imagjinueshme. Është një histori prekse me të vërtet që një grusht të rejash dhe të rinj këtu në Shqipëri prodhojnë diçka për cilën ka folur e gjithë bota dhe sot ne jemi në kushtet kur së shpejti ju do të shikoni do të vinë këtu ekipi Nvidias për të filluar punën për ta çuar diellin në një nivel krejt tjetër. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur sepse e bët ju. Prandaj ju jeni shumë të çmuar. Nëse për një moment do të mendonim që të fikeshin dritat e kësaj shtëpie, Shqipëria do të kthehej në epokën e gurit, në kuptimin e gjithçkaje që ishte përpara se sa ju e ta transformonit këtë vend në vendin e mbi 1000 shërbimeve publike online dhe në vendin ku s'ka radha